Anduel. Jo, Frederiku. A? Frederiku është. A, me në vasin aty shumë. Ofendues për fillës egoist. Ofendues njerëzit që nuk e kuptojnë veten, çdo fjalë e duhet ofendim. Adin, nuk e kuptojnë veten, nuk e di se kush janë e ku janë. Po Anduel, për çfarë? Pra, fjalë ofendues zën vend të ata, po jo të kun, sepse unë që do me fol, është vetë vërtet sepse me të thonë dikush prej katë 9, katë parë. Shpërfillës është një lloj mendimi që ka njerëzit që do të mi kanë gjithkund mrapa, me ndihmu, me bëj çfarë thon ata, me kanë pra prej rrjetë syre. Kur nuk je shpërfillës. Egoist është një njeri që është arrirë në jetë, dhe ai tjetri që nuk është i arrirë në jetë, thot tjetrit. A kupton? Atë që se ka. Atë që se ka vetë, ja thot tjetrit, je egoist. Sepse si unë ti, se kam arrin dhe, po bënu i vogël. Ti gjen vetën Riku te ato 3 pika? Çdo njeri gjen vetën, ta në këto pikat. Se janë virtyte që i mbar çdo njeri. Big basta. Qa kam thonë, prit një sekundë. Ofendues për fillës egoist. Ofendues, shpërt është... Okej. Shumë në zëmën. Rëgam të shëmbat. A shumë në zëmën. Kush ishte tani, Nena? A i lexon edhe herë? Është një shkrim me këtë Që ka po këtu. njëti, bu. Që na copë analfabetit plakon. Është më shkruaj, do të më rash shkrimin sy. Shtyllë më rrethu atash. Është aftësi me manipulation. Ka që mund ta mendoj. Shtyllë më rash të marrove ylli. Wow. Shtyllë. Nuk e di, unë s'pa takon të mendoja edhe për shkrimin me thënë të drejtë. Do të më mendoj se në shën shkrimin. Pse është? Unë e dua ç'është e bëj. Po se ka motër haxhuzë. Jo qa unë është Nena. Nena! Andrea më ka. Që është e imja e. Interesagjie. Një. Interesagjie. Prit, dal. Po, flet Nena. Po. Interesagjie. Po. Pik. Provokuse. Pik. E pa aft x përballur. Ka dosh me thonë e pa aft për të përballur. Po. X është për. Po. Unë menoj që është Andueli. Wow. Te këto pika, interesagjie, unë zakonisht kom pas njerëz që më kanë nejt offer për interes, jo që i kom nejt dikuj për interes. Bile besoj që kjo ka dëshmu mas mirë të pozicioni jem, kur jam ardhë këtu që jam afru nga të Big Mama, se nëse e kisha pa me pikpamje tjera, besoj që kisha shku me një kahje të kundër, se në qatë ku u kam Big Mama që e kanë citu që u kanë ma që i ofendon mas shumë të i bulizon mas shumë të kënjani, unë pikrisht të kjo jam ardhë, dhe më thonë është interes loje, se tjetër interes të skem. Provokuse, nuk e di se në çfarë mënyre e kanë thonë, a e kanë citu për pamje provokuse, apo në loj, nëse është puna me provoku për loj, po, edhe e bëj, nëse du me provoku, jam gjendje me provoku dhe në piken ma të fundit, e pa aft për të përballur, besoj që për 2 javë, hala nuk e keni po aftësit e mija se me qka jam gjendje mu përballë, kështu që jep një kohë, s'pa kohë, mu su kutni. E gjen vetën atë? Te kjo provoku, se nëse është për loj, e gjej që jam gjendje me provoku një pikë deri në pikën e fundit që thojnë, interesagjie jo, edhe e paft për të përballur jo, nuk qëndrojnë. Okej, Big Basta? A lejojnë këto? Jo, Anduel. Atëherë pse e lejon? Tash sa po e pashtë, po e them. Jo, e ke pa që në fillim. Po pra, E shef që në fillim që merë, në qofse ti e përgjegjësi për këto, Po pra, ti duhet të penalizohesh. tashi, qa Ti janë këto duhet të budalliqe? penalizohesh. Pse janë këto Jo, budalliqe? e ke parë që shkur, ja tregoni njëri tjetrit. Janë budalliqe, po se s'jasin me këto gjëra. Jo, juve duhet përballë, ti duhet penalizohesh dhe ky Se duhet penalizohet. ti ke përgjegjësi nga ke agaj tani, e krye fermer. Ke kutia dhe çe kuptimi ka? Qa po bërë? Qa po Anduel. bëj? Për ju po punojnë. Nuk bën me këto gjeste. E presin. Veni tavolin, të lutem, edhe ato që i kapë, veni tavolin. Anduel, ato të lexuara, kam thënë që të lexuara duhet të jenë aty, në tavolinë. Jo, ato duhet i marrësh ti. Andrea Duhet i merri dhe mbash ti në këto. dorë. Andrea merri Dhe ti flisësh të ti dhe ti dorëzosh Një prapë. sekond, një sekond. Për mos t'ju ngritur në këmbë një nga një, se më thatë, po pse atje këtu? Jo. I vëni
tavolinë dhe i mbledhun. Po, dhe kur merrni analizoni shkrimin dhe të dy, do të thotë që jeni duke bërë pislik. Kaq. Atëherë, të gjithë një Ti ishte ashu, Agai i thoshte këte ka shkujt filoni, këte filoni. Para dini kompetenta për çdo gjë. Erdha. Nuk është se e pe tani, e ke parë gjithë kohës që e ka bërë. Jo, se kemi mbaruar. Po, e ke parë gjithë kohës. Jo, më jesë. Në rregull. Erdha. Maro? Të mërzita me këtë tash. E ka mund të Po, me ta marrojmë. Po, ti. me leje? Po. 1. Intrigant. 2. Servil. Dhe 3, që është më e bukur, i padobishëm 90%. Unë mendoj që e ka bo Big Mama. E kam bo. Servilu në kur. Ajo bën mu. Tjetër. Servil fjallë në ustakon. Ma ke bo qefi me këtë 90%, ma ke rujtë 10% për dobi. Dhe tani këto intrigant servil të janë bëhë kështu si referendum, në të them drejten. Historitë të ty në intrigant servil janë gjona që kanë ndodhë brënda në plevisme, që është jashtë të regullave që me i tregu. Kutia duhet të jetë këtu. Po. Dhe gjithë se cilin ajo duhet ngrihet në kam, Edhe ta hedhi. këtu brenda. Bravo. A do të lash mes këtu, o? Më pas, po. Jo, duhet të jetë këtu, duhet të jetë e ty, më thanë. Të betojnë, shumë thanë. Dhe, kështu. Pastaj ti i merë, e ja jep duelit, dhe pastaj i qonë ke... Jo. Më pas kam një njoftim të dytë. Vazhdojmë, ku ishte rada? Pra janë shprehje dhe më thonë që janë bëhë kështu. Ku ishte rada? Dalë vërteta. Lexo edhe një herë basta. Intrigant servil i padobishëm 90% dhe aludoj që e ka bërë Big Mama. Pra, intrigant dhe servil, si që thash, janë bëhë kështu shprehje klishe, na keni sjellë. Po Servil ka thonë ma shumë Andrea me... Po s'ka lidhje me Duelin se sa. Tani normal. Po mirë, ai aludon. Normale. Big Basta ti gjen vetëm ato 3 pika. Si? E gjen vetëm? Jo, normal që jo, po që, ku të gjonë, mendoj që duhet të gjeni gjona tjera në fjallor, Po mirë, që të fillonit bëheni më interesant, ka marru pjesa e pare e këtij sezoni, tani kemi dhe po aq sa e kemi kalu, kështu që po deshet ndihmë ju ndihmojmë me shprehje të reja. Okej. Por Jo, shpreja, është ajo që je. ato janë gjona që kanë ndodhur brenda në Po ka ndodhur unë tash, unë jo agresive, unë nuk duhet mund të ta ndroj, thënë agresive çfarë është shkruar këtu në letra, është për 1 muaj e gjysmë që kemi këtu. Po pikërisht. Kështu që ja, unë Mund ta sjellësh që ka Big Basta? Qohu lale e kom, fute kutinet. Atëherë vazhdoj Voto unë. për veten ta. Vazhdoj unë. Intrigant, frikacak, servil. Mendoj që këto janë shprehje shumë klishe. Mendoj që janë shumë monoton këto shprehjet dhe nëse keni nevojë për media training, siç e ka mësuar na Big Basta, më thoni dhe kush është kompetent i kërkojmë që të na ndihmojë të kjo pjesë. Te këto 3 pikat për shembull, fare nuk kanë të bëjnë fare me mua për sa i përket. Po, atëre, po se di sepse janë të njëjta. Big Basta. Mendoj që Big Basta, intrigant, frikacak, servil, është një pjesë që së fundmi ai ma ka thënë mua servil. Frikacak ma ka thënë mua sepse ka menduar për disa situata që ka ndodhur me ish fermer që kanë qëmtu, ka menduar që nuk kanë guxim që unë t'ja them dikujt në surrat atë që mendoj, dhe intrigant nuk kam fare pse të intrigoj loja, sepse nuk kam nevojë të vete të ushqej apo të frydika apo të egzagjeroj situata të nxjerrë jashtë kontekstit. Atë që unë mendoj e kam krenarit e vetja ime që t'ja plasën surrat që është kjo dhe pik. Nëse nuk i pëlqen dhe ai ka këtë lloj mënyrë interpretimi, kushdo qoftë, por aludoj që është Big Basta, por mund të jetë ku di unë Andueli, Big Mama, kushdo, por nisem mbas aludimit që nuk ka lidhje fare këto 3 pika me ato që unë jam. Nuk e gjej fare absolutisht. Kjo do kisha dashur më saktë i jam vëtë duhet ajo këtu. Okej. Ose rrugë. Bak më këti. Po Elinara. Manipulatore, Ina qi e kokfort, se pas troqin zëri. Si e thangë. Atere, kjo e para, manipulatore, është një cilësi që Zoti lartë apo kushëriri ti s'ka dashur ma
vendos ke mua dhe për këtë ndjem pak fatkeqe, se nuk e gëzoj. Kështu që rëzohet komplet, po do doja ta kisha pak, ta përvetsoja si cilësi, po nuk ma ka dhënë fatkeqësi e madhe. Inati im është 5 minuta. Unë nuk mbaj do t'inat. Se shikoj gjërat më tej. Pse po më këqyro e li mu? Urdo, jo më s'po këqyr kështu. Mu ketë më këqyr dhe. Nuk shikoj për tej gjës, nuk shikoj ke ajo gjëja që ka menduar zotëria, zonja që ka bërë, bie poshtë. Kokë fort, po. Kush mendon që? Jam. Kokë fort, jam. Për ka ludon? Do me thënë, Më falë të lutem. atëhere, manipulatore, inaqie, kokë fort. O tu s'ka. Riku? Jo, është aludimi jo. Se me pas, Mos jeni hipotetë. ka që pak fjallë me posë më Tash, ti s'to shkruje 5. Ku di unë? Dale tash po them të mesë. Po Riku mbase. Okej. Të të lëmë pushka se ja. Po mirë në pushka, top. Qo vute vetë aty me dorën tate. Ja, ka që pisha, ke provë me pisha. Kemi Nuk prova. do ta shikojmë shkrimin. Ec. Po interesant jepse. Jo, manipulator, inaqie edhe kokë fort. Nuk më falë, të lutem. No, ja, e thash, Lena. Ka që kishte kjo. Jo, për kur. E se su fut, të lutem se mos fluturoj. Bjerë. Eran? Nxitohet pas stil, nxefet shpejt. Nxitohet? Nxitohet. Pasi. Edhe nxitohet pas Pas stil dhe stil. pas ka dhe me stil. Do me dhënë këtu, do t'jetë na i stilist, me siguri. Do me një penalizime kush reagon, në? Lutem. Ka Nxefet. penalizim kush reagon? Nxefet shpejt nuk mund ta shkruash. Si e thoni kosovarët, nxehet apo nxefet? Apo se përdor? Për ka Na thojna mos nxej, të nxej. Nxej. Ta bu si atje, për mësë mu kuptu. Po Ama dhe, nëzje të përdore. unë që ashtu kun vepru për shembull. Nxefet. Jo, nxehet. Nxefet ka shkruajt. Shpejt. Ka nis një gjë tjetër. Nxitohet. Jam shumë i matur. Po, Dhe kur e nxitohet- marr një veprim, nxitohet pas stil. nuk i jam pishman mrapa. Kështu që nuk më njeh fare se duket dhe nga kjo pas stil. Mund nxitohesh pak. Mendon ti? Unë e mendoj, po normal. Unë mendoj Gjithmonë përpara mendim se të jemi. nxitohen. Okej. Ama pak nxitohesh, menoj. Okej, a mund t'i jesh ti atëherë? Jo, s'ka Jo, shumë. mund t'i jesh ti se me që ti ke stil. Me që ti ke stil. E kupton? Jo, s'munësh Unë mu të bazu dukem të pas pjesa stil e se ndoshta stili është Po tash vetëm. s'munësh mu bazu të ajo që unë po ta them moment, ama jo, s'jam Po, moment. okej. Ure po mos. Edhe nxefet shpejt. Po mos, po lo zëmra. Tashi, kjo mund të jetë esteri. Jo, Edhe unë me ne Ure, që qa po nxesh. bëni se do Hare, vlla, qa ke? Jo ti jo. Mos reagoni, vlla. Po ti ma e dhe munësh Se mendon, vlla, që Mbaro, Vera. Një njeri që njeh stilin mund ta thot këtë për mu sepse pikërisht ke stili. Unë e kam një stil. Me që tha Andrea Okej. për kjo pyetje. Sepse është nxefet. E hyn ke Dhe? në Tiranësit. Jo. Nxitohet. Mendoj që me kupton, mbase ti mendon nga që je shumë e matur. Shumë keq që E ke që shumë. unë i kam thënë këto. Si të ka bo. Po jo, nuk jam unë. Edhe nxefet shpejt. Me atëre nuk ka shumë rëndësi për mu kush është, unë e thash Ti aludon që është Esteri. aludoj. Sa aludoj, unë thash Esteri, E, sepse aludoj. pash nxefet edhe Fute lake. do t'jetë diçka që mbase ai që e ka shkrujt, ajo që e ka shkrujt nuk e kupton stilin tim dhe ka shumë të Ti drejtë. merri ndicje nga këto ditët që jemi zënë që jemi kështu. Po jo me ne si jemi zonë me shpirt. Si jemi zënë, them Unë nga kam këto në ditë zemër që si kemi- do që t'jesh, pavarësisht se Po, mund mos gjithashtu. flas. E kupton? Se ky është stili im. Nuk është. Anduel? Pra unë kam dy fleta, thjesht njëra është i shkruajtur domethënë kështu dhe tjetra me të njëjtat fjalë, pra. Vazhdojnë. Po, një person s'ka shkojtë dy herë dy fleta, këtë të jesh i qartë. Sa fletat kanë vetë? Lejohet. Jo, ai bën ballancimin Jo, aty, por por po thoja thash. mos tregosh Janë të shkrimin, njëjtat lutem. shprehje. Shkrimin jo, mos e trego. Edhe Okej, unë kam për 3 shprehje të njëjta. Me që
Agaj pasa marrë një vendim të dytë duke bazuar atë që pash të shkrimi e randit, atë me që pasa shkruj Big Bosses, pasa shkruj që jam intrigant, ofendus dhe lafazan. Nuk jam unë. I dashur. S'ka ofendus. Jo, këte e siguroj. Okej, mos bë, po... Terapi pra. Ba, a thot ju me thonë. Jo. Shiko, në momentin që ai person thot, e kupton, jam i sigurt, do të thot që ai mendon atë realisht. Atje s'na ka lexuar mirë dhe s'e kanë kuptu këte. Aludon. E kupton? Ai akuzon. Okej, dhe unë po them nuk jam unë. E kuptoni është në Në mënyrë qoftë se e gjen unë t'jap dorën. Edhe njëra Nuk e ndër ke ka shkruar. Nuk e ke gjetë. Intrigant, ofendus dhe lafazan. Por, me qenë njëtat U fjallë, bon 4 intrigant këtu der tashi rreshti. Gjithë ky lexim. Kam disa dembele. Edhe unë jam intrigante. E sigurt, Ama e qove një intrigant. e sigurt që është nga grupi i Erondit, pra nga ose Erondi, ose Big Basta, ose... Këtu ti mos u ashtu se këtu bëni gabimin juve. O lejse. Vlla, për ka ludon. Unë, duke marrë parasysh ato që poshtë tek shkrimi duke marrë parasysh Vlla, duel, mos me intrigant, parasysh ofendus, lafazan. Njëta gjone ka vëllur me gjatin shkrim. Njëta gjone ka vëllur me gjatin shkrim. Erond, vendojmë. Po, mirë. Big Mama. Po nuk ka mundësi që të thotë njëjti person për të tërë të njëjtin mendim. Po s'ka pas. I kam shuja. Ka në Big Mama bre. Mund të jenë dy Edhe persona shkrini ka vogël. njëjtin mendim. Nga një grup në base, po jo me një Big Mama. shkrim. I njëti shkrim, ishte më edhe njëta fjallë. Të njëta. Dalë se Atëherë ja ka s'kesh. kuptuar. Më fal. Hande Big Mama. Fjallori në disa raste nxehet shpejt, pak e rezervuar me disa fermer. Rezervume. Fjalorin ofendues, pak e rezervohemi se fermer dhe Pak e rezervuar me disa fermer. S'te kom iden. Ne ke iden, kush është se e pashëm që e ke iden. Po më qeshin këtë kërë ishte. Po normal. Këto që janë kështu ledhatime, kështu normal. Kush ledhatime fjallorin në disa raste, unë shumë e vërtet, nxehet shpejt ma kanë shkryt gati gjithë, shumë e vërtet, edhe i pranoj nëse më kanë thënë ma shumë se 7 veta, një të në gjodë, me thonë është ai defekto. Pak e rezervuar me disa Kalorifer. Po. Nuk e di për kë, e ka, po Alo e rezervuar jam me Randin edhe me Frederikun e pranoj. Ti mendon për? Andueli. Stingja. Andueli, mëse qeshi, nuk e kisha iden, po pëse qeshi edhe për qatë. Fjallor në disa raste, thash nxehet shpejt pak e rezervuar me disa fermer, po, jo me disa, po vetëm me 2. Me Randin edhe me Rikun, thjesht se kom respekt. Do është edhe më plase, jo mundu dhe njerë, po gjithmonë e rujat respektin ndaj këne dy. Okej. Ta panaj, 100%. Edhe pse po më bëjnë nervoz Ama shumë herë. vje që jo, unë. Ndikohet nga të tjerë. Më falë, do me thamë për mua s'pas ka respekt, fare. Kush? Ti për mua. Po ajo fle me ty, o por si s'ka respekt. Respekt, jo, me ty s'jam me rezervu, me ty të arrasi qatë. Okej. Ty të ka më afër. E mu më ke ujtë në jere? Po. Unë thonë se Ester. Kom rrujt. Bullizuse. Që kom të thonë, kom rrujt. Bullizuese. Interesagjie. Me gjë. Interesagjie dhe ndikohet nga të tjerët. Një interesagjie, thot Ylli. Por që unë bullizuse nuk ditë kem bullizuar asë një këtu brënda, jo më jashtë që zbët laf. As brënda si as ka shanse, si jam mestër njëri bullizues. Ndikohet nga të tjerët, as këtë nuk jam. Edhe as interesagjie nuk jam Ylli. Kështu që Se me të është vetë, mendimi jam. unë s'mëj me të vetë, se të menon që unë, se ti veç e the. po, normal që s'më Jo, s'jo më. Ylli? I pa qëndrushëm, thashe them magji, skuth. Sa, 2 pika? 3. I pa qëndrushëm, thashe them magji edhe skuth. si është koha bëna dy. Skuth më thotë steri, thashe them gji. Kamera njët, ka shkuar. Dalo, viku. Koha, për më s'vendi këtu. Et drejt. Vesh pak, e pa që bëni Menoj nashta që basta. Ka një gugësim, vesh pak. Ka shku ta bëni gugësim, ta shkova ati, mos më një ju këtu. Thash ne këtu nuk nitëm këtë Më shqiptari. falë, o ti t'ja bëj si Vallonim të mirë, atë Halo, zhurmën e mshefe, po. Kujt koha futet. Hajde, vazhdo Ylli. Ylli dhe njerë, vlla. I
pa qëndrushëm, thashe the magji, skuth. Pik basta menoj. Jo, se ke përdor, po që na kanë thonë tjerë të skuth, zisare kemi pas temen që kemi folë për shambull bashkë për Andrin, që na thanë skuth atje të aj uji që nëshohet, thashe them gji, nuk kom nejt me najtë Për thashe theme kemi artu më ylli, thuje. Ma shumë se me ty, nuk kom nejt me najtë ma shumë se ty dhe zbesoj që mujnë me dit. Ke mund është me alë Edhe nështë ati mund është me njohë ma shumë se tjerë, menoj. I pa qëndrushëm nuk e shop vetën, unë menoj që jem shumë i qëndrushëm, thashe them gji, jam, me njerë, me dikën që rrje dhe i besoj shumë, skuth, Me dike që të shkoj jo më asnjëherë, skuth që më konë, shtë që... Pak vetëm në një rast, falë të ndërëj pak. Po vetëm në pikën e dytë e shoh. Në një rast ku të kam kapur unë pa dashje, ti e di shumë bukur ku të kam kapur. Qysho s'kot bërë qka? Se më konë atë, jo thuje. Ata them. Skut bërë? Ke qenë në një rast kur një ish konkurente këtu. Jo një ish konkurente, me amnat lutna. Për me që ta kuptojnë. Thjesht nuk dua të jap. Jo. Do të më konë edhe këta këtu ta kuptojnë. Po, lërë ta nena. Jo, thuje. Kuje kur të fillojsh? Një, e ndjeshme. Provokuese? Si zami. Provokuse një. O, Julli, a ke respekt, mo? Hallo? Në rregull. Provokuse një, e ndjeshme 2, në gjak në zet 3, lop 4. Eshtu. Provokuse po, për loj, me kam provokuse. E ndjeshme, diçka që s'kisha dash me pas të vetja, po e kam, jam shumë e ndjeshme. Edhe gjak në zet, jam shumë, nuk më pëlqen, kështu që unë menoj që e ka shkruajtur Erandi. Okej. Basta. Tani Frederiku thot, pa iniciativ, magazin pa inventar dhe buzëqeshje me hel. E mësova një dy që si t'ishe për dy. Po, që që, ja. E gjem vetën ti, Piku? Pa iniciativ, jo, nuk e gjej vetën. Aty, magazin pa inventar, edhe aty nuk e gjej vetën, edhe pse maestro e ka mendimet e veta. Edhe buzëqeshje me hel më pëlqen shumë kjo, dhe më dhëmë kjo lloj gjë që po thot, por nuk e gjej veten të asnjëra nga këto të treja. Kështu që ti mendon se ka shkuar maestro? A ludoj që e ka bërë. Maestro. E kisha unë rrollën kam kalu. Okej. Unë se jam shumë. Fal. Thoj Eriku, thoj vazhdojmë radhën kështu tamam. Ofendus, interesagji, llafazan. Eriku e gjen veten te këto treja? Kjo qega kalamo farë. Kjo qega kalamo. Po ja, vetëm ofendus kam dalë tash, Adin. Tash është normal, tash kjo ylli s'ka si shkruan ndryshe për mua. Jo, që shke edhe jetë adi. Interesagji Kemi dhe... vogël dhe skrimi jot. Okej. Ofendus, interesagji, se është interesagji. Llafazam. Më falë, është me gjë. Jo, Me gjë? Interesa gjë? Me dzë? A, dzë. No. Ja, me gjë, GA. No. Ka shkru ylli, ofendus, interesagji kam kërë me yllin shumë herë. Që ka dash me të bo kafe, po. Jo. Derisa parë se i fut dur gjithë kona dhe se pranova. Pra, ti mendojnë që ka shkuar ylli. Po. është benimi ti. Hajde, Andrea, ti. Jo, ta vazhdojmë kështu, Elinara. Ua, dhe 4 o zotë shqyqyri. Tani, mua më kanë vërë një lloj epiteti që unë nuk ja njoh vetes. Dembele. Unë këtu u shkëlyva duke larë, duke fshirë, duke pastruar. Se për qaj shkurani këtë, doni të mëzini me zorë të keqe, dakord. Nuk ka është ashtu Dembele në zotë ka. Të lutem, lexove 3 pikra dhe për kalë. Po talë orë do flasë unë! Po ta dim për kalë. Talë dura, satanik! Apo jam unë satanik? Histerike.
Atë mbajti dhe që ke qenë njëre martuar ke qënë. Po, a mund të martohet prapë me leje? Pa tjetër që po. Ma lejoni, do vini dasëm? Se s'ka pra Dashuria po nuk martova vjen e të parë. I ka këshu, që first. S'qëndron fare. Kjo e para jo, e dyta jo, s'pranon realitetin. Atere, cilin realitet doni që të pranoj, atë tuajnë apo të timin? Ma Të thonë. mesit. Greko. Të mesit. Jo, po ta di unë se... Do shta e kallapin për në një situatë, realitetin në situatës që ndodhë, për shembull, jo... Po si ku shpikni të pranoj realitetin tuaj, do me thënë, kështu që asë kjo nuk qëndron. Ka që kisha, ke pylli me pisha. Qo, fute vetë. Qo, lëvizi që. Të ka thënë... Tu lezu emrin, të ka. Kjo është, o Frederiku, o mama, sa nisëm falë Frederik, po targetojmë ty po Dembele si në tua. Dembele kam thënë deri tash tek Edhe ti Dembele, tani doli dhe një tjetër që më thot Dembele. Tani mos jeni bërë në grup. Unë dy ja thash se të Dembele e ka thënë 7 veta, edhe unë derisa më kanë thënë 7 veta agresive, Intrigante. unë ta pranoj. Prandaj Se nuk mundet 2 veta tuin ose 3. Me këto dy, nuk e qej veten. katërherë edhe ta thash dy herë. Po nga që, të qoj një minutë. Një minutë. Atere, përderi sa ma keni thënë ti dhe ky, them unë, se tani unë këtë cilësi nuk ja njoh vetës. Se unë në shtëpinë time, unë nuk rri, mua mjend ullur. Siç nuk rri dhe këtu. Po tani, ju të dy tani të shpik një tjetër? Më të lutem Elinara një. Doni të shpik për dika tjetër? Ani për në mendon për Elinara Ka që kisha? Elinara, se dy persona. Jam i disë kësaj. Po një, me se po një. E pas është shkuta volina. Jo, është një. Mes Meda Po dhe damën Big e Mom. thash që parë, tani po them Mes Meda dhe Big Moms është tavolina. tavolina. Ha më të Po kush. i tani do lodhem unë kush e ka shpikur nga Pa madhe. te prapi që... Kaq kisha. Gjithsesi. Po nuk lodhem do tani se janë gjëra të paqëna. Sa të okej. 3. Me 3 pika e pas kam bërë dhe këtu. Nxehet shpejt, flet shumë, egzageron pak muhabetin. Okej. Nxehet shpejt, flet shumë, egzageron muhabetin. Nxehet shpejt, po. Flet shumë, po. Edhe egzageron muhabetin, po. Gjithmonë. Në bazë të interesit tim, pa tjetër, se jemi në një lojë ku pa tjetër këto 3 pika më përkasin. Dhe e di që këto gjëra kështu, nxehet shpejt, flet shumë dhe egzageron pak muhabetin. Unë mendoj, nuk e di, kam mendimin që në bazë muhabeteve të shumtave që kemi bërë, mund t'jetë anë dueli. Aludoj që t'jetë anë dueli. E di pse se janë muhabete që shpesherë kur jemi vetër, mi thot, janë një numëron, se njëri që ta do të mirë, pa tjetër nuk të lavdron vetëm, po të thot që bëj kujdes se të jep kritikën, të jep... Tama se unë i kam thonë se je Dembele, edhe kam levdu. Kështu që unë mendoj që është anë dueli. Më thonë 2 veta, ke ju të dy do... Nuk e di është apo s'është, por... Unë kam kanë... Se s'ma ka thënë me tjetër në sytë më dalit, ma thonë që të dalit. Unë kanë 13 ditë kam qenë supervise, si quhet. Asi gjë interesante dhe të shumë. Nëse te kam thonë, I panikosur, Elinara Arlandi. I panikosur, të ndërpret fjallën dhe pak gjumash. Kush e një gjonë këthe për mu pak gjumash, do shkryet gazit. Jo që ti flalën kom. Po pra, të ndërpret fjallën, I panikosur. Jam midis Big Mamas dhe Elinarës. Ti. Po, atë pak gjuash, po tani që do ja thosha, nuk e ke njëjtë do vera. Okej, në rregull. Nuk isha të bia të ka jo pika 3. Panikoset kur vritet, Se kej dela thotë të mua që ndërpret fjallën, po dha I e ndërpret. Po thoja, Ester, si e ti po thoja kështu? Unë pas ka ardhe mua, Jori. Acarus, vërtet kot, Me mërë në fund. nuk pranon të vërtetën, pra në klapa, mendon se gjithmonë ka të drejtë. Acarus, ndoshta ka njerë, po, për njerëzit e dobit. Vërtet kot, Bërtet. është e vërtet. Nuk pranon të vërtetën, nëse Nuk e pranon. Nëse është e vërtet, mendoj. me shumë kënaqësi e pranoj, po shpeshherë këtu vetëm
le të themi i 10% Ku po shkojmë bre? ose të ndryshe 3-4 kokra, jeni ata që thoni të vërtetën. Dhe nuk janë pra Nuk e gje vetën. Ti që e ke shkruajt, ti Big Mama që e ke shkruajt, i e pjesë aty në 3-4 kokra. Pra mendojnë që është Big Mama. E ka po. Okej. Big Mama? Që të përgjigjem se Lezo. bëhet me nerva për gjëra gjën më të vogël. Ua, që na tha? U bë me nerva në ndonjë rast të ofendon, ndryshe sillet kur të ka përballë, ndryshe flet te të tjerët për ty. Një herë më the, çfarë do të thonë pa? Jo, krejt. Referat. E para bëhet me nerva për gjëra të vogla, po u bë me nerva në ndonjë rast të ofendon e dyta, ndryshe sillet kur të ka përballë, ndryshe flet te të tjerët për ty. E vërtet. Se kam idenë, bëhet me nerva për gjëra të vogla njerë, pastaj do mendoj, bëhet me nerva për gjëra të vogla, nuk bëhem me nerva për Najherë, je shumë rrallë. si e une do të Po jo, na jemi ata që mund bëhem me nerva, shumë rrallë për gjonat vogla. jo për gjërat vogla, ti mendon se për gjërat vogla, Për këto janë të mëdhaja. une Lutet se e ka lexuar. ti komplet shumë gjëna, i komplet edhe për mi vogël kompelcit. Në përgjithësi e bash, po. Për vogla nuk bëhen, për komplet para, masike pa. Po u bë me nerva, në ndonjë rast të ofendon, po, ofendoj, s'kom peris ngoj, s'kom qatë bëj. Ndryshe sillet kur të ka përballë, ndryshe flet te të tjerët për ty. E vërtet. Ndryshe, nuk kom askujt gjithve ma kom thonë fytyr, thash edhe një herë, nëse ndryshe jëm sjell, jo ndryshe jëm sjell, po e kom dalu vete, për mos me t'i thonë të gjana, pravda se e ki Rikun edhe Erandin, po e kom dalu shumë herë, për respekt, Po njëri... ndoshta këtë mendoj se ka shkrujt Riku. Okej. Unë pje Riku. Nuk shuaj as gjatë, më shkëm 30 fjalë, një fjalë. Ester! Më shkutan atë. Këto janë gjitha isoj, aty lexoj gjitha. Jo, një nga një të lutem. 2 kishon njësë. Po tani Pse ke i kuatë ti? 4 kam dhe unë. Sa është e 3 kam. Po dhe pse ke 3 më? 3 kam më buri Sepse dhe. erdhe këtu Riku. 3 ke dhe Do ta ti. lexoj dhe unë. Atje do të marrë edhe Sa atë. keti? Po jo më 3 kam, 3 ke dhe ti. Jo po ja allash aty një. E po e futi brenda. Në rregull. Je në rregull. Ti se kam lexuar. Mbaroni. Po vazhdon e flet. Unë ngele me një. unë mendoj që atë që thash për Erandin çfarë nuk e ka shkruar Erandi, mendoj që Erandi ka shkruar këtë. Nervozohet shpejt, e pa sigurt ndonjëherë dhe e luhatur. Se ka raste që mund të nervozohen. E pa sigurt, unë jam shumë e sigurt për çdo lloj hapi që bëj këtu brenda, edhe pse ka raste që bëj si budallaqe, po nuk jam budallaqe. E luhatur nuk jam. Kështu që mendoj që është Erandi. Okej. Ylli? O, Andrea, qohemi dhe një të hambuk? O, Erand, Ta du, marrojmë, Erand. Hajde më bë, hajde këtu, hajde këtu, mere këtu haje. Ka 10 minutë. Hajde. Qohemi të hambuk. Ylle. Krijon debate këtë, do të flasi për tema që si takojnë, fillon të komunikoj vetëm po e ndoqi kamera. Është Kush e pas Esteri. ka shkrujt shumë mire pas ka shkrujt. Është Esteri. Krijon debate këtë, nuk besoj që kom kriju ndonjëherë. Prit se të dëgjoj edhe herë. Do të flasi për tema që si takojnë, po gjithmonë nëse më pengon diçka që nuk është e vërtetë, edhe fillon të komunikoj vetëm po e ndoqi kamera. Po, unë të kam thënë. Se na ka ndodhur. Unë ta kam thënë këtë. Kjo është Esteri, unë e menoj edhe aludoj, se kur o ka Nura gjithmonë kur bëjshim majgare, shishim kamerën, e kthejsha kryt nënën tjetër. Kamerën e shefit. Jo, vetëm pak. Kur janë konë të dyat, e kthejsha kokën anash, edhe mësëm na këshu kamera, ta thonë si sa herë. Edhe menoj që. Jo, unë ja kam thënë këtë të kamerave, po kjo... Ylli, në ato 3 pika e gjen veten. Sepse këtë gjithë ta kam thënë gjithë. Ja, në pikën e dytë po. Cila është pika e dytë? Do të flasi për tema që si takojnë, po gjithmonë nëse... Dhe mendoj që është Esteri. Është ashtu, po. Po. Nena? E pas ka. Provokuse. Delirante. Oportuniste situatash. Këtë provokuse e sharova një herë.
Te kjo delirante, jam falenderuese të Zotit që më ka dhënë shumë veti të mira, kështu që normal më pëlqen vetja, inteligjentja. Oportuniste situatash, përderisa jam në lojë, kur në vjen rasti, tata mata. Kush ishte? Kush ishte për zëmë? Kush e bëri? A? Kush? So, a? Besoj që Rikita. Frederiku. O Frederik, ti ke shkoj gjitha këto. Bit basta. Është hera fort që i tham diçka. Në formimin e dizave këtu. Sa Frederik pas të këtu që se di. Basta. Tani, Më thënë, mini Frederik. Ja, po, janë një kutante që po jap mend të në këtë kohë. di kafes më ka letra Andreas. Që kur thot është Big Boss. Që kur thot Big Boss është për të që i ka shkru Federiku. Falni. Nuk është i vërtet në klapë. Jo, me oke drejtë. Manipulues dhe flet mbrapa kurizit. Kurizit? Gjash i sej. Kurizit apo kurizit? Mere. Mendoj se mendoj dhe aludoj që është Andrea. Asë nga këto nuk e gjej veten, pavarësisht se respektoj mendimin. Qa ishin edhe Gjash i sej që i ka shkru Andrea, shumë e fort. Pse ki fu gjash Jo, edhe? thonë Andrea më përpara, që bje keq. Tani, nuk është i vërtet në klapa falso. Dyshi ose treshi që i ka shku gabim është manipulues dhe treshi flet mbrapa kurizit. Kurizit. Pra, E ka bërë mërë? Unë si pas disave jam me mentalitet prapa mbetur, valla. Kështu që jo, fare, Kurizi. ke bo element. Je ti, Riku. Ke marrë kohën tate, jo, Rikun e ajo ai mendon që është Andrea dhe kaq. Kush është tani? Aludoj që është Andrea. Aludon, po, Pra, aludon. Federik. Riku. Riku vazhdo. Sa fleta kjeri? Më fal Riku, të Mendje lutem. marr. Riku, të lutem. Eran sa fleta ke? 3. 1, 3. 2, 3. Ti? Ka 3 kena prej. Tani kemi nga 3. Tani Mu mesin 2. treshja. 3 ti? Mu mesin 2. 3. Me një Në rregull, unë kam 4. Po si që kanë rregull 4 me 2? Po e ndrova kapun, po e Me një vërtet. kontra Ke atje për që Ade. kanë është. Një mirë. Po pse on dola i pari tash? Rëngë ligë. Është ajo kuqja. Ofendus Koja Gji. Që atje, kur ishte radha e nenës, ti Është ofendus Koja Gji Hodhi edhe një padashja i tha e kam manipulator. lezuar. Ishte një tjetër për parë e pa lexuar dhe pa tham. Prit, Gje. ta marrë, ose e di ku është. Dise po, e kuqe. se ishin duke bo mua beti. Lexoj dhe herë të lutem. Pa, ma Se gjere. do t'ja marrë një që ka... E ka het pa... Hodhi se kujtoj se kishte tepër. Se tani numërun të... E pra, prandaj... Po të zish me numër. Atje. Me një math. Na, mere lexoj këtë, Okej. që e kishe në dorë. Okej. Me një ma. Atje. Ironik, Koja Gji provokus. I ky godash me më lëvdu Po të te e trija. bom neve. Jo, ja, ishin... Sikur e Jam lexove. 3 letra të njëjta. 3 letra njëjta të gjë. njëjta. 3 Po, letra... sepse i 3 shumica opinione kanë shkruar tre... këtë Jetë gjangë, më por. Çik që thon bre. Ironik, Koja Gji sa letra ka tani provokus. Difekt. Difekt. Po vllap se po më As më intereson kush është, hiç, sepse të trija janë nesh në një Allah të ratër. Kjo provon jo dis nivel, po nivel pak abdui, pra në të trija, me provokoj kur në njeni është fjetë, me këtë që zgjohemi pari, thamë që ironia s'ka dhe inteligencë, Koja Gji valë sa quna i kuja që atë qujen. Unë gjuj me kuja kur tjetëri për shemë nuk e ka me në mësim. Edhe nuk është kërkun në të botë. Njëta dhe i ka të të rritë. Aludoj të shokujem. Rani? Randi. Okej. Nuk e di. Nëse ka djetë. Andrea, me ta lexon mas nej. Atëherë, gjak Ama si nxehte ka kap? motive acarohet let. Si? Gjak nxehte motive acarohet let. Besoj që është Big Basta. Atëherë, gjak nxehtë. Jam gjak nxehtë, ka shi padrejtësive, ka shi shpifjeve dhe ka shi manipulimit se e quaj një
vepër të ndyrë, që rëzon poshtë, do më thënë, dhe që agravon gjërat në mënyrë të tillë që mund të arrijë deri në shkakun më të rrezikshëm që është vdekja e njeriut. Është një gjë shumë dhe patjetër që do reagoj gjak nxehtë, e pranoj. Emotive jam 100%. Faleminderit ai që ka shkruajt. Acarohem lehtë, nuk acarohem lehtë, se unë mbaj, domethënë kur dikush më shan ose kështu, e pranoj 1 herë, 2 herë, 3 herë, 5 herë, jam e tillë që nuk ofendoj, ama kur përsëritet për të 6-ën herë aty normal që acarohem lehtë. Mendon që ka shkuar në Big Bang, aludoj. Po, aludoj, po. Tani po se vetëm basta më gjeli kam dhe 2 që i kam për dikë tjetër. I ke gjetë gjithë tjerët. Si? I ke gjetë gjithë tjerët. Jo, 2 kam, mendoj, thash. 7 herë ke thonë Frederik. Jo, bastën them që mund ta mendoj që jam emotive, që acarohem pak shpejt në pas bisedë. S'të ka rënduar. Urdo? Nuk të ka rënduar. Po mirë më s'po themi më ka rënduar, s'po rëndoj se kjo ishte kështu. Kjo është për të rënduar për mendimi është personal. Qo e vetë, o Elinara, qo dhe bëj e vetë. A i që mendon kështu, është mendimi kur t'i dhe qojnë unë ata që vinë nga Kosova dhe Prishtina deri këtu. Jo vetëm të bastës, po të Jo, është ai. Ose basta, ose në një ester. Jo. Flet shumë, jep vetëm urdhra, merret vetëm me serën dhe me djathin. Qa ishte ama? Këtu, unë nuk e di, po ne të 2 Big Mama do të heqim dorë nga këto gjëra që na dja, na bulme, na ushqim, këtu që nga defekti madh, të merresh me këto. Qa ishte ama? Flet shumë, jep vetëm urdhra dhe merret vetëm me serën dhe me djathin. Unë nuk e di se flet shumë, shema ka thënë Esteri. Po edhe flet. Edhe flas, po, është e vërtet, flas shumë. Nisa ma flet e vërtetë. Po, është e vërtet. Po e the herë këtë ti. Po, se ti, prapë më qëmë, jo, Esterin se kam thënë. Jo, këtë flet shumë, a ishte dhe me i vend tjetër. S'ke faj, vlas, janë shkojt tu 4-5 herë. Ok. Në këtë fjallë. Ese? Flet shumë, thot, Esteri, se ma ka të marrë drejt që sa flet, se ti flet shumë. Mua bete si për dhe bazojnë të këtë pjesë. Ka thët gjithë, por. Prit, kam drejt të aludoj që jeti. Jep vetëm urdhra. E shikoj që përsëri është mënyre, ashtu e mendon ti, se po të drejtojmë ty. Po mirë, mos ka problem do. Okej, ose mendoj, do me thënë, thjesht është një mënyre gabuar e konceptit, sepse kur unë kam diçka që shikoj që nuk shkon, për shembull, mendoj që vetëm urdhra që po jap në një farë mënyre e urdhra në thonjza, është vetëm në këtë lloj pozicioni që më ka vendosur që më jep agaj urdhra mua, unë i them juve. Kjo është vetëm momenti që mund të themi që urdhra. Por nuk mendoj që nëse kam parë në një gjë që nuk shkon dhe ja kam thënë dikujt që të lutem bëje pak të bëj atë, nuk është urdhër, por është në të mirën e të gjithëve neve këtu dhe fermës patjetër. Por është mënyre konceptit tënd, për shembull, dhe merr vetëm me serën dhe me djathin. Unë këtë nuk e quaj defekt, unë këtë për vetën time e shikoj si gjë pozitive të vetja ime, se fundja fare ka marrë për eksperiencë këtu brenda, edhe duhet ta shijoj çdo thërrime dheu këtu, çdo bim, çdo bar, çdo bakti, çdo njëri këtu, deri në palc. Dhe patjetër është e vërtet që merrem me serën dhe me djathin, por jo vetëm me këto të dyja. Ma the mua gjoja i që ka shkruar. Janë 2 vetit po që merrem më shpesh, se e shikoj që ka shumë. E di pse ndodh kjo, sepse e shikoj që ndoshta jo të gjithë e bëjnë, jo ndoshta po e shikoj që shumë kushi nuk e bën dot, dhe pse jo, mos ta bëj, edhe ti ndihmoj të tjerë ta kuptojnë. Dhe thash Esteri. Mendoj që është Esteri. Vazhdoj Ram. Manipulator i fshehtë, i pasigurt në lojë. Okej. Dakor. E dyta, një. Manipulator një. E para punës nuk jam manipulator, përkundrazi.
Po, kur zbulon gjëra edhe Mban qëndrim edhe... Mban qëndrim për ato gjëra. I thu dhe Edhe për tjetrin në duket si kur jemi I them tjerë, jo, nuk është manipulim. Me zhvej, thu që bani një të një qëndrim, që manipulim? Unë nuk e bëj kur këtë gjë. Nuk i them bani qëndrim. Unë them, është këshu apo s'është këshu. Bëhet këshu apo s'bëhet këshu. Jam njëri i drejt për drejt në të gjitha gjëra. Unë jam me gjithë dhe kundër gjithëve. Kjo, po, mund t'jetë një kontradikt në perceptimin tuj, flas tuin, nuk po flas të diçka. Sot mëgjes ne asnjë s'na foli për grupit tuj. Sigur ishim ne që... Edhe këqyt manipulat. Jo, ty të fola që mje pa hapsyt. Po dikush mos i flisni. Dikush të thoshe drejtor, ose jo, nuk është ashtu. Dikush tot mos i flisni. Ti pesë vetë s'flas është manipulim. Një sekond, po pse mendon që e kam bo? Ty, atë kemi fol. Atë kumë tha mirëmëngjes. Po, unë atë thash mirëmëngjes. Pa hapsyt, u ktheva gabimi, kështu, isha në përpjekje dhe të pash që dhe të thash mirëmëngjes. Good morning. Kujt nuk i ka thënë Një sekond. Unë isha aty kur ai tjerë tash një si foli. Okej, më lejo ta sqaroj këtë pjesën e manipulimit. Unë nuk jam kur palj, nuk jam bo kur palj me paka shumë, ato që tha Big Mama dhe unë jam i rezervum me ty edhe me Big Mama. S'po bane më mërë. Po pra, e di, po ta them... Po ta them, të tjerve unë nuk i bëj absolutisht asnjë gjë, thjesht, kur bashkohen qëndrimet për gjëra të pa drejta nga njerëz të njëjtë, natyrisht duhet ketë një reagim. Qëtë manipulim, bro? Jo, nuk është manipulim se se kam vendosur. Mua ma kanë kërkuar këtë gjë. Dhe kur më kërkojnë ndihmë, sipas rastit që unë bëhem me më të dobtin, natyrisht që jap aprovimin tim dhe them, po, unë jam kështu. Jam dakord. Vetëm kujdes kur kush mos dredhoj nga kjo gjë. Sepse, unë, kur e mendoj ashtu, kur e gjukoj gjën ashtu, them po, unë futem, po, do i dhe futem... Po, kjo nuk është manipulim kur ta kërkojnë. Por e ke bën me dur, po e bën me gojë. Jo, kur ta kërkojnë... Mani të thon dur. Riku, kur ta kërkojnë, më fal, në qoftë se unë të kërkoj ndihmë ty. Okej? Nuk quhesh ti manipulatori, apo jo? Jo, kërkon ndihmë. Kur unë të kërkoj ty... Ti kërkon ndihmë për më tjetër... Jo, unë nuk kërkoj ndihmë nga kërkush. Më kërkojnë mua ndihmë. Nëse unë pash që nuk i fole disa... Po, nuk flas, ashu është sepse do vi kjo lidhet shumë me këte pasigurinë në loj, që kur kush nuk e... Nëse pastaj jo, po them për manipulimin. Kur dikush më vjen... Ti më gjithë ata që kam thonë për dikush, që kam shruat apo? Jo, nuk... Jo, ai akoma se ka thënë kush ka luton. Nuk e... Po më drejtohet më tonë këndë në më besë. Jo, me që më the manipulimin, po drejtohem ty, se me këtë do... E kupton, me ty kam një gjuhë tjetër. Ka një kod që ti e kupton, s'më intereson shumë kur vjen puna, ata që duhet ta kuptojnë, ta kuptojnë. A, për pa të gjatë. E kupton? është si puna bastës që e dite kush e ka shkruajtur dhe i tha Big Mamas. Kupton? Domethënë, ne vazhdojmë të luajmë për qefin ton, këto janë shumë gjona e glendise dhe janë gjëra që dihen, ne s'kemi asnjë gjë të re këtu, u zbesoj që Ylli ka lexuar ai gjë që se di ke vetja, që ja kanë thënë njëri nga këta këtu. Kështu që është shumë e thjeshtë. Kjo është një lojë, është një kufom e dekompozuar që vjen erë dhe këtu jeni tregu gjithë për mu, jeni tregu shumë të kursyer, sepse është edhe rrethana që në raport me mllëfin që kanë ndaj meje, janë tregu shumë të kursyer se aq ka fjalori shqiptar. E kupton me ndërmjet. Po të kishte ma tepër. Nuk po them për këtë, po them në tërësi. E kupton? Po marrëm me manipulimin. Pra, më shkërku një dhe kemi qenë, jemi gjendur 5 vetë në të njëjtën varg. Dhe, kur më shkërku, sigurisht nuk vendosum. Nuk i them unë njeriut, ama kur fillon loja, kur fillon qëndrimi, kur fillon unifikimi i gjës, atëherë unë nuk lejoj njëri që unë e kupton bëj këtë dhe pastaj nëse kjo quhet manipulim,
atëherë jam manipulator. Në qoftë se kjo, për mendimin tim, nuk është manipulim, po është korreksi, besnikëri, është Një që manipulon. jo e një njeriu që nuk më ka manipulu njeri, mu nuk më manipulon dot. Shumë të morës. Ti thu 5 vetë, Që si mora unë. Po. Që nuk bin dakord me veprime të bëra nga të njëjtët persona, atëherë vendoset të mbahet një qëndrim. Ky diskutim që bëhet në 5 vetë për këtë persona që bëhet një gjë, çfarë quhet ai? Quhet manipulim. Jo, nuk quhet manipulim. E ke gabim. Quhet qëndrim. Qëndrim i Eran, të letra janë shkru para qëndrimit të caktuar. Më tha manipulim dhe unë kam të drejtën time ta shpjegoj, sepse është era e dytë që e has me këtë gjë. Të puna e Kur e has, linde drejta që të shpjegohemi. Pa tjetër janë. Dëgjoj. Jo, është urdhën nga ai që çdo gjë ai ka drejt ta shpjegoj. Ai e gjithë ne. Do dalë kush e ka bërë. I fshet Çfarë loje, bra? jam, patjetër. Sepse kam gjëra që e kupton, më takojnë, më përkasin vetëm unë dhe kur kujt tjetër dhe do ishte budallik që t'isha kështu. Dhe që ka thënë, nuk duhet në një nivel. Menoj se është pak kontradiktë, po kjo tha parë jam libri i hapur. Po, libri i hapur jam për ju. E kupton? Unë nuk kam gjo me ju, unë fshehtësitë e gjërat e mia i kam veten time, ashtu si ke ti tuja që nuk i thu, po flas për gjërat personale. Po flas për gjërat personale. Nuk e mendoj se ai që ta ka shkruar dhe ka pas në kontekstin. Po i fsheht në ç'a kuptimi duhet ta ketë? Mund të më ndihmoj njëri? Në ç'prizëm? Gjithsesi që për nesh është i fshet për gjërat personale. Okej. Jo, mund të jetë ai tjetër, edhe tjetër kanë mendje. Për mu, i fshet deri para 2-3 ditësh ka qenë Big Basta. Po, që nuk fliste për shumë në fillim, që nuk e kuptonin. Në gjykimin tim. Në qoftë se do më të për këtë lloj fshetësie e keni gabim. Një fshetësi tjetër çfarë gjërash kam bërë unë të fshehta. E kupton, kush di unë jam personi që flas me dash me gjithë përveç 2-3 vetëve që gjithsesi janë njerëz që i du fort prap në brendin time, por mendoj që të vim të kjo tjetra i pa sigurt në lojë, jam njeriu më i sigurt në këtë lojë dhe kam vendos që ta luaj këtë lojë nëpërmjet drejtësisë. Me qenë i drejt, i hapur dhe i gjindshëm dhe me më të doptin, me atë që luftohet për mendimin tim pa të drejtë. Tashi, si mas logjikës të atë, viktimat edhe pa viktimat, ta kam thonë edhe herë, ta kam shpjegu që për mua, viktim është i dopti, pra një njeri që nuk ka gjetë drejtësi. Jo një njeri që bën të pamundurën, vret e pret edhe në fund e vrasin, e kupton? Për mu s'është viktim. Për mu viktim është një njeri që ka të drejtë, por nuk e gjen drejtësinë e vetë, edhe kush jam, unë nuk pretendoj të jap të drejtë, nuk pretendoj të ashu, por pretendoj paktën minimumi të bëj aleancë, solidarizohem me më të doptin. Pikrisht, kur mendoj unë se është pa drejtësi. Në këtë formë, unë kam sigurin time në këtë lojë dhe për këtë jam këtu. Në qoftë se do përpiqesha dikush ka një argument. Na ndihmove me grupin që je. Jo. Do thënë që ke këtë më doptit. Do me folë dhe jetën nga fillimi. Ja, me mund gjatë dhe zymt. Në qoftë se... Pika 3... Ka thuj se kena prova, se je tjej që duhet... Kam këtë akses, ma ka dhe në gaj, nuk kam që t'i bëj, edhe provat pa tjetër duhen bo. Po shpjegoj për gjitha këto gjudi, dhe mendoj që në base mund t'jetë një nga ju të dy. Sepse ju po e reguloni i fshekt, jo me po them një nga këto që si ka. Një nga këto, një, ku di jo. Jo, ty të lexova. Pra mendoj që është Andueli? Jo, mendoj që je ti. Atëherë, barove? Po. Dembel, provokues, gjak nxehtë, e ka shkruajtur Andrea, Dembel jam, se nuk du, se dua ti jam, domethënë Dembel. Kur ma jepin një detyrë gjithmonë e kam mbaruar, provokues, se fundit me provokues siç ndodhi rasti që zbulum
vend, domethënë pozicionin e gjithë Gjak Nxehtë është e vërtet, pra kur ka diçka të padrejt, absolutisht jam Gjak Nxehtë edhe ka herë që edhe zonë, ka herë kërkoj ndjes. Nëse dikë e pengon. Edhe mendoj që ka shkruar Andrea. Agresive, impulsive, përtace. Për këtë përtace, kush e ka shkruajt më shërdoft? Edhe mua gjithashtu. Edhe mua ata që Ty të kanë shkruajt 8, mu 1 ka ardhur. Unë 2. Qa, Dembele? Po. Për 2, ty kisha 2. 2 më kisha? Prandaj 2. Shpirtu përgatitur, kesh edhe 5, nuk ka një gjë. Jo, 2. Kisha të tjera nga 5. Agresive, impulsive, përtace. Përtace nuk jom çfarë agresive, jom ama agresive në çfarë aspekti ka dash me thonë nuk e di. Agresive. Për atë nëse po, jom. Impulsive, jom. Përtace s'jom, po ditë e fundit kom vendos bëhem përtace, si bëjnë ju dhe bëjnë. Kush e ka bërë, moj? Kush e ka bërë, Kur ka ide si kam. Përtace, kjo laf Shqipnie, ja Esteri, ja Elinara. No, nese. Këto dyja si kom thonë. Se përdor fare. Shqipëria, pse? Unë nuk shpik gjërat pa qëna. Okej, mendojnë që ka thënë Elinara, përtace agresive dhe atë tjetër. As nuk e ka. Este. Fare, no. E rrëmbyer, impulsive, mosbesuese. Impulsive mund t'jem pak, mosbesuese varet për qa ka thënë, se mund t'jem mosbesuese për qa do lloj situate. Alba se ka shkruar një herë sigur. Mendoj që ka bërë Sa të kanë libi. shkruajt? Të bëksh. Jo, më s'ka qenë një. Po bisha kam. E rrëmbyer, impulsive, mosbesuese. Mund të kem raste që mund të rrëmbehem në ndonjë situatë të caktuar, impulsive jam pak ndoshta, mosbesuese varet për çfarë situate, se nuk jam. Dhe aludon për? Mendoj që e ka shkruar basta. Po 3 ti pas kam shkruajtur në të. Po s'ka gjë më Mos bërë. reago pikë bazë se ka penalitetin. Okej. Mos reago se ka penalitet. Jo, as pranova, as tash. Ylli, Atë të parë Gjak nuk se shkruar Nxehtë, për ne. Reago pikë bazë, ka penalitetin që reago. qysh te Ylli? Gjak Nxehtë naiv ngacmues. Për ma herët gabova për Bastën, mendoj që kjo është Basta, për shkak që Gjak Nxehtë nashta jam të regu, po me sa e di unë jo, të shkretin që e kom unë se kom të regu hala, po në disa situata po, edhe ato e din Është një vëdis. Basta, Për sy ballë më. naiv, Atë bojë. nashta jam, Çka ke më shoftë, do e di. ngacmues jam, po, Mama ma e si vërtet një po, golden eagle. në të rria dhe gjaj vetën. Si solla 4 po. Nena? Kesh kuptuse? Yes. Robuti, kabla. Kesh kuptuse, provokuse, mos kokçarse. Unë mendoj që është Elinara. Kesh kuptuse se di çfarë situate ku më kesh kuptu gjatë këtyne 2 javëve. Golden Eagle. Po më kujtohet në i sen. S'jam, nuk qëndron ton. Ai që energji Provokuse e spjegova një herë. Mos kokçarse, s'jam njeri që ja teshi kërkujna pa nevojë, kështu që Nese. kush ta lyp, le të gjen, që kaq. Basta? Qyshe lypek me zedhe. Ka ardhur Mua më ke kalu me ko. Ka ardhur një mesazh në studio nga Andueli. Besprem intrigant gjumash. Nuk e gjej veten të asnjona nga ato, por e vlerësoj atë iniciativën për me shkruajt një. Puluar se e tha për Big Mamen, pastaj e kthej këtu. Riku, të lutem. Duke qenë se unë kam 3 gjithë kanë aty. A mund të them unë thuaj ti, pastaj Elinara, pastaj vetë edhe unë dhe dalim gjithë nga një. Se ka ndalë tepër në kështu një, unë kam harruar ose... Po unë e ti herë. Dhe bëj unë pastaj ti. Mendon, hajde Big Mama. Hajde se pas ke shkruajtur emrin tënd tu gabimisht. Mendon se i ditë gjitha, nxitës dhe lavdron veten. Mendon se i ditë gjitha, pa tjetër, jo mendoj, po duke parë që në çdo punë për shembull që është bërë këtu, për sa i përket punëve, gjithë ma keni thënë që po i di se ke më shumë eksperiencë, po. Edhe prandaj e kam menduar që po, mendoj që di gjitha se ma keni thënë vetë juve. Nxitës, patjetër që nxitës
gjithmonë aty kum leverdist. Është ndysh edhe Jam nxitës. Jo në gjitha situatat, nuk përfitoj në një moment kur dikush është në një moment shumë të vështirë. E ke për hir të lojës, do thua. E kam për hir të lojës. Patjetër. Fare absolutisht as personale. Madje jam shumë biles jam shumë i privilegjuar që jam mezin e gjithë secilit, se gjithë secili ka atë reputacionin e vet. Dhe lavdron vetëm. Po, lavdroj vetëm se duke qenë që fatkeqësisht jemi në një vend që gjithkush nga ne fatkeqësisht nuk e ka marrë atë që meriton. Pra, Anduel, një sekond. Bërtiti që Anduel. Ti e bëna problem. Anduel. Unë e bëra problem sepse u bë too much. Ti fillove të i morë Anduel, kështë të shokës është të thonë diçka. Po, ja. Anduel. Edhe për ty e bona problem kur e bona e ka çu kala. O Anduel, një sekond, do ta mbarojmë e pastaj shkojmë. Një sekond, o Ylli. Ja kisha për një. Lavdron veten. Po, pse e lavdron duke veten ditur që në Shqipëri tash, ku jemi fatkeqësisht, nuk marrim kur merita për atë që bëjmë dhe ka shumë këtu që vuan nga meritokracia. Okej? Dhe patjetër pëlqej ta lavdroj veten se kështu i vën duke atë që unë bëj. Dakor. Kështu që mendoj thash. Kush e bëri? Big Mama. Okej. Edhe pse dyshimet shko edhe për Kam Erlandin. një tjetër Big Moms. I di të gjitha, ofendues, i drejt për drejt. Ka dhe kërshia që e lavdron. I di të gjitha. E lavdron vetë. Ore, unë kam dyshim që mund të jetë ky drejt që këto. Po kjo s'është të shashe, i di të tëra. Që t'ju pra? Dhe më thonë që si din. Pas kemi Të të dhe më thonë gjitha, po. Dhe më thonë, së më dakor që i din gjitha. Qa ishte? Atë që thash unë të një gjetare. I gjitha ofendues dhe i drejt për drejt. Jo, unë të drejt kisha. Me kanë 6-7 vjetë, ose kanë i drejt për drejt. Atë e një brodhonje. Që? E kupton? Ti tha, una ky tha unë. Kujdes. Zemra. Tha vetë Unë thash. Po atë tënden, po e ndigjova. Ky thotë që është Big Edhe ky Mama. thot për ty. Mendon që jetë. Kujdes se mund ketë njerëz se me atë që thotë mund. Lezo edhe një Riku në faqë, se... Riku, edhe njerë lezo. Po, i drejt për drejt ka ka defekt. Pa, Ofendues ka ka defekt. pa, Edhe i di gjitha. pa. Edhe mendoj që i ke shku di gjitha të trija. Okej, mendimi jote. Është aludim. Aludimi. Okej. Ti mendon që është Big Mama. Profesor, është profesor. Me të thoma nduelin, Elinara? Si qosh. Atëre, Qosh shumë bukur. Ulërice e pavëmendshme i merr gjërat sipas ky merr gjërat sipas kokës vet. Atëherë ky tekst shkruesi apo drejt prap dolon. Dale prit pra të flasun. Frederiku. Ky tekst shkruesi i drejt shkrimori që nuk më falni, po nuk kushdo që tjetë vjen keq nuk di të shkruaj se ka çdo të gjitur. Të gjitura që me zi e kuptova. Duhet të bëj edhe një herë të shkoj në shkollë, si thot Frederiku, po bëhem pak si Riku tani, që të shkoj të lexoj, të bëj këto, të mësoj gërma. Pikat. Po pra, se 100 gabime kështë shkojnë. Edhe Se edhe piksimit. ulëritëse, të sjaroj pak tash. Se luftë Zëri im zëjse? është hyn ke zë metalik. Jam këngëtare rocku dhe jam zgjedhur për këtë underground rock, kurse me profesore të kantos, jam alto soprano dhe sigurisht që ulëras. Si, që jemi fat? Alto soprano. Ose mund t'jesh alto, ose mund t'jesh soprano. Jo, alto soprano. Mezzo soprano, janë... Ashtë me që me falem tenor bas. Po, atere, unë ulëras, Ashtë me falem jam tenor bas. o zemra Te tani Akademia e Arteve teme, shumë më ka thënë profesoresha. nuk e kena nef. Ka mezzo soprano, ka alto soprano. Nuk e kam nef. Ka mezzo, që një post ka dhe alto. Ke mezzo, alto, soprano, Po, unë jam kontra soprano. alto, Me që ka soprano, notat e alto s'ka larta. lidhë me sopranon, ka dhe koloratur. Oke, ka dhe soprano, kolaratur, ja ta sqaroj Riku.
Atëre. Kam një akademi artësh me emrin Po, tem. bravo, të falenderoj në këtë rast që më sqarove me Anduelin. Shumë faleminderit. Pra, jo thjesht po them që nuk ka alto soprano për këtë të dëmë. Po ka në zë përdoren kur bën në kor, i përdorin mezzoja, alto dhe Jo, Elinara. Alto soprano unë e di se s'ka. Elinara. Ja, te që kam atë në. Po, është jam. mirë, për zot si pas publicitet. teje që qënë ke profesor, ta hedhë vogë, duhet të shkosh të futës një profesoresh tjetër. Foto në internet, shive. Jo, nuk e kam fare gabim, gjithsesi. Ullë rast, kur Alto soprano Ja. nuk ekziston. E ke gabim. Termi jeni gabum. shok të dy për qafoni, Jo, për zotin dashuroni. është termi gabum. Po Dashuroni. sytë e bollit shkruani më diva. Dakor, dakor. Alto soprano. Okej, Eli, kush e ka shkruar? Është tonaliteti që arrin pak më lart se mezzo e mban pak më në Po me ke qef me thonë ti atë shpjegimin, por nuk ekziston termi. Po, ju aprovoj dhe Terminologjinë, dhe ju teorisë. au plotoj të dyve. Tani, tjetra prit. Jo, a bën me ditë emrin e mësuesit si të ka thonë. E pa zë, Atë ja kërkoj hallon, po e pa Çfarë sigura Olbës. vëmendshme. E pavëmendshme. Nuk jam e pavëmendshme, por në raste kur dua të kam 5 persona përballë që më flasin të 5 në të njëjtën kohë, sigurisht që do marr atë që më intereson mua mendimin dhe prandaj këtë përgjigje për atë mendim që mua më ka ardhur që më ka bërë më tepër përshtypje, iku kjo. Po Andrea, I merë gjërat sipas kokës së vet, nuk qëndron fare. Gjitë sheqer. Jap shpjegimin sipas mënyrës time, po jo sipas i marr unë sipas kokës time. Sepse ju thash ka lidhje pak edhe me një gjë më përpara, që nuk mund të jem ju. Unë kam një mendim tjetër dhe të tjerët janë të tjerët që unë nuk mund të shkoj sipas logjikës së dikujt tjetër. Dhe aludoj tani për këtë, se nga shkrimi, nuk e di mos akuzoj kot tani, jam midis yllit edhe nenës. Se ylli mbase ka dashur të shkruaj pak më shumë shqip edhe i ka bërë. Tani ç'a them, këtu dyshim. Këtu aludoj, po. Ylli ose nena, sepse për faktin që duan të shkruajnë më tepër shqip gjuhë letrare. Okej, zemra.